për qytetarët e Republikës së Kosovës, qytetarët e besimit islam. Festa e Fitër Bajramit është një festë shumë e rëndësishme, shumë domethënëse. Muaji i shenjtë i Ramazanit na mëson durimin, na mëson mirësinë, ndërsa festa e Fitër Bajramit na mëson se si këto vlera mirësie t'i ndajmë me të tjerët. Vizita jonë sot këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës është edhe si shenjë respekti për punën, për kontributin që Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë për shoqërinë tonë, për shtetin tonë, e sidomos në kultivimin e paqes, në bashkëjetesën ndërfetare, në mirë kuptim, që janë vlera shumë të rëndësishme për shoqërinë, por edhe për Republikën e Kosovës. Le të na shërbej kjo festë e Fitër Bajramit si kujtesë se secili nga ne mund t'ju japim shumë çka nga vetja, pikërisht që t'i lartësojmë këto vlera të shoqërisë sonë dhe pikërisht në këtë mënyrë e forcojmë besimin, por po ashtu edhe ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë.